Bafte po startojmë kështu direkt dhe apo na tregon se çka ke bërë sot në telefon prej momentit që je zgjuar derisa po realizohet kjo intervistë. Ka ne ke thirr, kush ka shkruar? Me që kom pasë ngarkesën që është marrë emision, jëm zgjuar, kom thirr çikan që më ndrejsh flokët edhe që më lynë, që më griman, kështu që jëm marrë të kohën me të, derisa kom bri puna kolonës, edhe të kom thirr ty më ma dërgu lokacionin telefon, i kom thirr disa antar që të familjes, disa persona që nuk mund të mi bo publik, edhe kom marrë emision. A përdor aplikacione me editu fotografitë edhe a pagun aplikacione tilla që me pas më shumë qasja? Po normal, kush nuk përdor. Ne nuk e njohim veten nëse nuk i përdorim aplikacionet. Secret Chikat, FaceApp-in, edhe normal që e paguj veç kushtran. Se edhe dikush që nuk e ka, të porosit a ki FaceApp-in që më ndrejsh fotot, kështu që normalisht që e kam. A e shë gabim nëse përdorim FaceApp-in edhe djemë? Jo, nuk e shoh gabim, përderisa fotot pasqyrojnë gjane bukur edhe të mbetën kujtesën edhe arkivën tonë dhe jetësore, atëherë pse mos e përdor? Pse mirë pishmone me fytyrën që e ki pas ose diçka. Okej, bafte kush ta ka bo blog në Instagram për fytyra publike dhe pse menon që ta ka bo? Që te e den ose të ka rënë sy ose të ka thonë dikush? Nëse më ka bo blog, e ka bo për arsye të veta, sepse dikush që ka problem me veten e bën blog, jo me mu, dikuj që e ka inat veten, jo mu, sepse nuk mundet me arrit vendin ku jam unë, kështu që e bën blog. Për momentin nuk po më kujtohet, po besoj që ka shumë fytyra që unë nuk e di. Që mi hiq tash në Instagram, i shoh. Okej, kush menon që mundet me ta bo blog? A ki naj target, femna, këngëtare, modele, qa ta marrë mendje? Me emna nuk po më kujtohet për momentin, por ato që ma kanë inatin, ato ma bëjnë blog. Edhe ju los që më ju kalu ma shpejt xhelozia. A e ngrin ndonjëherë me ndonjë ndjekës në rrjetet sociale dhe nëse të ka shoh, a e ke shoh edhe ti? Po. Çfarë ke thënë? Po, kur ja kom nis fillimet, domethënë karrierës sime, e kom pas shumë problem që dikush nëse më ka shoh ose më ka ofendu, ja kom kthy në të njëjtën formë, por e kom pa që është gabim që jo çdo kujt kimi pëlqy, jo çdo kush ka me pas simpatin tonë, kështu që kom vendosur më tërheka pak, edhe mos më marr ose më lonsin ose mos më lexu hiç. Bafte, na zbolo emrin në ndonjë fytyrë publike që të ka shkruar në Instagram, ose thërë një dasmore dhe thuj, po ja në loj dasmën s'muj marrë më kënu. Për me thirë dasmorin s'muj, sepse ka kohë që kanë kontribu, ndoshta ka vite që kanë kontribu për adat saktume, edhe më kanë thirë mu për me performu dasmën e tyve dhe me mbet kujtesën e tyve, e kush më ka shkru. Na jamër qof prej politikës, artit, showbizit? Ka shumë erdëne që më kanë shkru, me që unë kam qenë në radhën e LDK-s, po e zbuloj. Mirë po, ne kemi pas edhe raporte pune, po edhe kur kam fillu me muzik, fillun ato, do të thotë, shkrimet e para të shumë njerëzve publik, që shumë nga ta nuk kanë pas edhe guxim me i majt, ndërta ka qenë edhe Haxhi Shala që më ka shkru edhe i ka fshi fjalë, kështu që... A të kujtohet që ka thonë? Për besë, për më duket përshëndetje, moti ka qenë kjo që nuk e majnë mend me vite. Okej. Sa klinika estetike të shkruaj në ditë? Ato babafte nuk kanë punë, edhe nuk kanë pas kur. Kështu që, ndoshta shumica dhe në kratë meje, kanë bo punë me që Butrin ti ka qenë ai që ka shpërnda tek artistët shqiptar, si ka qenë ajo në vijat caktume, në masa caktume, kështu që kanë marrë zonin tem edhe e kanë shfrytzuar për estetik, kështu që shumë shkruajnë mirë, po është duke ardhur koha e natyralitetit, kështu që edhe unë jam duke u kthy nga natyralja. Okej. A ki foto se video eksplicite në telefon edhe si pas teja është normale me pas imazhe tilla, foto nude ose ana video? Përdisa telefoni është gjëja më personale një personi, pse mos me pas, edhe unë kam foto tilla, kam foto edhe që kam bo tek fotografë të njohur, mirë po nuk i kam publiku për shkak të profesionit që kam, do thot, unë kënajna hingje familjare dhe nuk ma lejon puna dhe profesioni me i shfaq ato foto, kështu që në telefon po, i mbaj. Edhe shoh vitit sa kam ndryshuar në trupus në fytyrë. A je tip që qanë foto tilla ose që lyp foto tilla? Jo.
Okej. Atë është përdorur keq përdorur ndonjë imazh ose ndonjë video nga ndonjë person ose faqe për qëllime të caktuara. Jo, nuk është përdor. Ka pas raste që kanë përdor kolegëve të mi për do të thotë imazhe për dobësim, për produkte dobësimit, mirë po mu jo. Po kështu dikosh për shembull me çel në Instagram ose Facebook me fotot tua? Po, fanca po. Ka fanca që kanë hap, do të thotë Instagram me fotot mia, po jo kështu që është keq përdor. Bofta, a në galeri të telefonit, edhe momentin që ne themi stop pas scrollit, të më na tregu qatë foto që e nol vetë. Po në vetë se ceka që kam foto eksplicite, kështu që ju çdo gjë sekrete duhet mundon me publikun edhe me juve. Po na është ta bjen një foto normale. Okej, unë duna me këshyr vetë, pra. Mandej ju tregu juve. Të e ki telefonin dorë të që po qesë fotot, fillo. Hajde, bën scroll. Stop. Që shkëshirë më zhjellë. Jo përbes. Hajde. Pjasht. Shpresoj dhe i pëlqej. E këtu është baftja me FaceApp. Apo nuk është po dallane? Mirë, po nuk po dallan shumë. Ose heqja dikujt followen nga Instagrami, ose thërë një kolegë të muzikës dhe bëja një pyetje kot. Ideja është me heq tash për tash në Instagram edhe tash për tash nuk mundem me jo hek sepse nuk kam hatërmbetje me kërkan, edhe nuk jam e përlame me kërkan, por me thirr në i kolegë temin mundem me thirr, kanë me thirr marrë donet. Okej, mundem me thirr Burim Hoxhën, cilin në përdorës që mi thonë këti? Po janë një pyetje kot. Hajde, a me në shumë një telefon? Po. Veç vete, për shembull sa herë nditje për në ujë pula nëjsa. Te në të s'po të përzina. Ky ndoshta prom ka pas darë, se mos është në gjëmëre. Tani e qëtë e mikrofonin që në dëgjëm. Së është veni, ndodhë që është në gjëmë. Hello, ku je Mafi? Që po bën? Qysh je? Mirë dhe që rahat. Ndështë si e kon gjëmë, s'ki pas në shtatarësën prom. Jo kom pas, po jam quhe edhe që vile qëta shira pashtë pushe edhe pak nëse. Okej, jam në një emision edhe më tha me ta bo një pyetje si pas dëshirës. Po. E live stashe? Po, jam për momentin live. A je gëzu që ka nërë diaspora jo? Po qysh si nga gëzu, krejti nga gëzu. Gjumna që i kemi, valla. Diaspora e zbukurojnë Kosovën. Vesh asajna edhe japë një infuzion ko gjatë mirë. Sidomos neve që punojmë, me tha. Ja, vazhdimisht çdo biznes, çdo familje, çdo gëzohen kur vin diaspora. Po, hajde të përshëndes. Vin vend vet. Hajde të përshëndesim nimi ma bon dalim për kafe. Hajde të falë atë. Tu mos e di qa po ndodh. Bofte. Na të regoja më një personazhe që nëse ishte hyn Big Brother me ta kësha pas që më bot qeft. Do të hyn Big Brother me u bot qeft me atë kushtizimin që thojnë shumë banorë që na ja u bojnë atyne. Kanë kësha thoni, o e du që ta më bot qeft ose s'hi heq. Ne jema nuk po kujtohet për momentin, po kisha hi me dikon që dhe me përgatit bok, po të njëjtën kohë din edhe me ushtru, do të thot me gjem, me ushtrime që të njëjtën kohë do të thot me i barazu dyat. Për momentin nuk më kujtohet na i farë emni. Robert Berisha për shembull, ma qenë? Jo, nuk është preferencat e mia. I ka që ato dy tipare që i përmana? I ka ato dy tipare, po Kapital T? Ka shijen e vet. E Kapital T po. Kapital T po. Inshallah se nina drolla këtë intervistë. Bafte çka ndodh me një mashkull nëse ta ndal telefonin kur jeni duke biseduar. E nal telefonin, mas andej mundet të mirë pishman edhe mundet me marr malli për mu edhe mundet më mtir. Qa më më tjetër. Po nëse kam djenja dhe emocione për të, e qeli normal. Po edhe nëse kam fajune që më nga nal telefonin, atëherë mundem i kërku falja. E nëse s'ki fajde?
Nëse s'kam faj, pak e kam kryt e fort, po prap se prap duhet me ditë që duhet me ra në ujdin njëri me tjetrin dhe me pa që gabim është. Bofte, nëse kështë pas vjera, kështë postu fotografi me ta dhe qa menon që kështë lasi për shkrem? Gjatë kanë thonë ato vjetrat, edhe kur t'ja shek pucat vjerës, nervozohesh. Por ja që nditë e sotit, vjerat po janë shoqe, edhe nuk po di që ju ka dalë bre fjala që nuk janë të mira. Kështu që ja kisha lënë titullin Mbretëreshat e shtëpisë, ose partnerat në debat. Fituset e... Bafte mes shërejtës, kurtës, apo rëmzijes edhe mihris. Cëles ja kështë bo follow tash, ose cëles ja kështë hek nëse i ndjek. Që shukon ajo nëse s'm ka thirë miria, nëse s'm ka thirë rëmzia. Qa që bo e madhe dhe qa që bo mediatike kjo temë, sa që nuk po më vjen interesant ty, bet gjitha i kam kolege edhe gjitha viu kisha bo. S'kam ne farasti. Jo, asnjëna. Cëles ja kështë bo kështë me qef që ty? Remzi Osmanit. Remzi Osmanin e kam për qefi sepse është artiste me plot kuptimin e fjalës. Bofte, cili qifti e stradës, ose jo vetëm në estradë, po që është viral, nuk e ka jetën film si që e paraqet në rrjetet sociale ose në intervista. Me i pa kështu live, që shinja unë e shumicën prej tyre, asnjëri nuk e ka jetën film. Hajde emra. Si cili mundohet me bo diçka ekstra për me dalë sa ma interesant të publiku, edhe me u duk sa ma jetën interesant që përbojnë. Një emër që Ka duhet shumë na që miren me TikTok, ka shumë sferës njëjtë muzikës, po s'po di bre. Të Kosovës apo të Shqipërisë? Shqiptar. Orëndri. Shqiptar. Përbes nuk po di me emna, nuk më kujtohet. Që për shembull, Nuk është në një që kam kohën e me i përcjell jetën, po me sa dim në gjithë, asnjëri nuk e ka jetën film. Po që për shembull, a menon që Mihria dhe Naimi janë qaq të dashuruar dhe qaq jetën harmoni sa e tregojnë në rrjetet sociale ose intervista? Po përdesa ju ka zgjatë me vite bashk, jeta edhe të thot bashkëtesa jetesa me zveti, atëherë normal që e kanë jetën të mirë. Po jetën film që shëbojnë jetë milioneri që paraqesin qiftet në Kosovë, askush nuk e ka. Bofte, din kush e ka zbuluar Instagramin, TikTokin dhe Snapchat dhe çka do ju thoje tash? Edhe faleminderit, po edhe na keni marrë qafë. Faleminderit që na ka hap shumë rrugë, na ka hap shumë dyre dhe na ka lidh me komplet botën. E na kanë marrë qafë është që na ka bo si fiksim edhe si smuj që tankohen bre jemin të. Tankohen si në rrugë, si në shtëpi, si në shoqni, ulemi me pi një kafe ose me hongër një drek ose një dark, ne prap pa telefon s'mundemi. Mark Zuckerberg nuk e di, a Facebookin, a Instagramin, mirë po për ata tjerë nuk e di. Me rëndësi, unë i përdori. Bofte, sa pare ke fitu prej rrjeteve sociale, qoftë reklama ose monetizim edhe prej YouTube-s ku i ki kanë të postu ma e din një shifër për afërsisht? Muzika mi ka hapë shumë dyrë të punës, mi ka hapë shumë dyrë, do të thotë t'jem kontakt me vendin ku jetoj edhe me botën, mirë po edhe më ka pru shumë të ardhura, mirë po një shumë të caktume nuk për di, për shkak që vendi pi vendit dhe pagesa pi pagesave dalan. Varet dasëm sa paguash, varet koncert, varet a këtën Kosovë, varet a këtën në diaspor, tash që kam shku në Amerikë, normal që pagesa është 2 fish ose 3 fish më madhe, nështë ata këja janë gjëmë edhe së përrankoj, kështu që varet vendi pi vendit. Okej, a e din sa postime edhe sa njerëz i ki following në Instagram? Jo, valla se çdo ditë ndryshojnë, çdo ditë shtohen, ndoshta fotot që s'm pëlqen i heki, ka ditë që i shtoj, kështu që nuk po di sakt. Bofte, sa gjoba i ke marrë prej policisë për përdorim të telefonit gjatë vozitjes? Telefonit ja kom pa sherrin, kështu që po e tregoj që lejen polici e kom pas 6 muaj, edhe bafte shara nuk ka nga makinë 6 muaj, do thot ka udhtu me taksi, ka udhtu me nej shoqe, me nej shok, me nej antar të familjes, kështu që
Gjoba ma e madhe që është marrë leja, kështu që më ka dhonë mend edhe më ka bo ma vetëdijshme në rrugë. Jo që kam vozit shpejt, por kam hy në sekundin e fundit kuqën. Do thotë e kuqja semaforit më ka zonë edhe më ka E shku kështu me leja. telefon? A të kanë zonë herë? Të e përdor, të e Me pjekur telefon kur- jo, me telefon jo, sepse kam atë mbajtjen e telefonit në makinë, kështu që ballë më ka kushtu me leje. Okej, bafte, apo ja u tregon vajza disa teknika qysh mja kontrollu telefonin të dashurit pa e kuptuaj për me pa nëse po e tradha nëse jo. Apo më shes si profesionistet të lumtimi telefonave. Na i tips mja dhonë qikave. Ku pe din që kam dashur edhe që ja u lumtoj telefonin. Ne po besoj nashta ke pasën. Momenti që je në lidhje, e bëni kodin e njëjtë telefonit, edhe s'ki nevojë tani me filozofu jo bëma, jo gjbëma, kështu që e din kodin edhe këtë samë, dhe vish nëse ka naj telefon më shaft ose naj mënyrë tjetër të më shaft, atër s'ki çka bën. Sa të kështë po na boj një vëdjama. Ma bone pyetje.